Megjithse është pagzuar me emrin Rruga e Florint për shkak të kostos së lartë të investimit, autostrada Thuman-Kashar paraqet standarde të dobta cilësie, të cilat her pas here janë cilësuar edhe si burim rreziku për aksidente. Një ndër problematikat e evidentuara lidhet me nyjet e urave, për të cilat janë raportuar shqetësime në disa raste. Videoja e mëposhtme tregon një situatë ku një automjet devijohet në mënyrë të papritur, duke rrezikuar përplasjen me barierën anësore. Qytetari që ka dërguar pamjet shkruan: "Rruga e shtetit ton me u hedh hava edhe me pagesë." Rruga e ndërtuar në kompania Gjener 2 i është dhënë me koncesion për 35 vite oligarkut Bashkim Ulaj, i cili pritet të gjenerojë të ardhurat deri në 1.56 miliard euro gjatë kësaj periudhe. Për më tepër, kontrata parashikon një garanci shtetërore prej 22.8 milion euro, e cila sigurohet në rast se të ardhurat e parashikuara nuk realizohen. Aksi fushor Thuman-Kashar është cilësuar ndër më të shtrenjtët në planet, pasi sipas raportimeve të mëparshme, kostoja për kilometër kap shifrën e 59 milion eurove, një vlerë tejet e lartë krahasuar me standardet ndërkombëtare. Me gjithë fondet e mëdha të investuara, gjendja aktuale e rrugës me pagesë përshkruhet nga përdoruesit si tejet problematike dhe larg pritshmërive për një projekt të këtij kalibri.